Endja në vegjë është një traditë e çmuar që është ruajtur dhe trashëguar në trevat shqiptare. Ky artizanat i lashtë përfshin procesin e kthimit të fijeve natyrore si leshi, pambuku apo mondafshi në copa pëlhurash të qëndrueshme dhe me motive të pasura tradicionale. Dikur mësohej në shtëpi dhe si trashëgimi që kalonte brez pas brezi, ka mbajtur gjallë vlerat tradicionale në përkohë. Unë jam Emine Kokëllari, e lindur në Prizren edhe u pjaka në Prizren. Unë jam konë fëmija i fundit, e kom gjetë me qëtë punë nanën edhe ja kom synë kom punu ka pak, në qështu. Që 54 vjetë unë e kom pasë qëtë punë në përdorë. Po me kalimin e kohës, me fëmijët vegjël s'ka mujtë me punu. E masanej ja kom nisë pi para luftës pak, po mas luftës ma shumë, se në lypë ma shumë, se në ndjek në luftë, e tani kanë lypë ma shumë. Tani dikur pak u zbehen një trot, tash afet jenë aktivizu pak ma shumë, se jenë punu shumë punë me këto, jenë punu në ashti qylymat, veshmathje kanë bom me këto, tesha kanë pregadit, du më thonë pantolle, setra, krejti kanë pregadit për qytyne, për vekit jenë punu dhe ato. E tash ato kush i punon? As i punon, as i vesh kush. Ato kanë me dvesh muzej. Me kalimin e kohës kom po që ka zbehje të interesit ndaj veshjeve tradicionale, ndaj vallëve tradicionale. Çdo gjë që ka të bëj me tradicionale, ka pas një zbehje tek të rinj. Edhe ja kom lënë vetës si mision që kjo, që 5 vite, në fakt, jam të mundu që përmes fëmijëve, përmes grupeve të fëmijëve që jam të i majt one, jam të mundu veshjen tradicionale, vallëzimin popullor, traditat shqiptare komplet me e transferu të gjeneratat të reja për mos me e humb ato që jemi, që në fakt për mu veshje tradicionale janë ata që na definojnë neve, në fakt si kom. Për mu është shumë e rëndësishme veshja, se në momentin që unë e kom përfaqësu Kosovën me një shtet tjetër të huj, gjëja e parë është që bjen sy është veshja që e ke. Vegja apo tezgjahu, si mjeti kryesori këtij zanati, përdoret me mjeshtri për të krijuar modele të ndërlikuara dhe estetike që bartin simbole, histori dhe identitet kulturor. Në rrugtimin e saj, endja lidhet me kujtime dhe ritme të vjetra, duke i dhuruar çdo punimi një vlerë të veçantë dhe domethënie të thellë. E para vjen, punohet kjo në radhës mblohet. E të na kur të vjen, du më thonë ky shulli është i bartë fijet, qitën krejtë qëtë shulli. Masanej janë shtizat. Për mi dalu penin, i pari i mrami, thojt, i logaritëm. Pi shtizave vjen të liqët. Pi liqëve vjen të shpata. Pi shpatës të ne vjen ky shulli që e manë pëlhurën. Në liqëve, këto i pari edhe i mrami qilet, du më thonë deporton druza në përmes për me dalu fijen e të parë edhe këtë mramën, lisht e dalojnë. Shtizat edhe lisht i dalojnë, i pari edhe i mrami. Që kjo druza, për në vek, ka rolin kryesor, pak të së punon kur gja. E kjo është e marrune prej Brinit Bëllicës. është punun fami Prizrenit, më thonë i ka një para një 70 vjetë o punun. Në Skomsa, shkel me komën e djathë, edhe qilet që kjo, qilet goj, thojnë me qil goj, edhe drugza hinë në përmes. Edhe pa ato tash, njëna pa tjetërën janë zingjeruar, njëna pa tjetërën s'po punon. Që kjo është pëlqinja që i rafshon këto fijet edhe del materiali. Këto punime përfaqësojnë historinë e brezave që i kanë përgatitur dhe i kanë bartur si një pasuri e pazëvendësueshme. Zanati i endjes në vegj nuk është vetëm një proces teknik, por edhe një formë shprehjes artistike. Çdo fije dhe motiv qëndron si dëshmi e dashurisë dhe përkushtimit. Vin nga një familje cila ka një traditë zeje dhe artizanin në përgjithësi. E kemi të trashëguar veshjen, se punimin e veshjes më saktësisht nga gjyshja, ku kanë vazhduar pastaj antarë të tjerë të familjes, është babi, mami,
motra, të cilët dhe sot e kësaj dite vazhdojmë të punojmë punën e artizanit të veshjes popullore shqiptare. Interesimi për veshjet janë nga të gjitha profilet, sidomos të atyre të shoqërive kulturo-artistike të cilat dua t'i cek sepse ata e bën një prezantim më dinjitoz duke marrë pjesë në për festivale të ndryshme ndërkombëtare, pastaj darcma të ahengje të ndryshme familjare, ka interesime po ashtu për veshje, sidomos për vajzat në ditën e parë të martesës. Në dyqan kemi kostume të ndryshme, të cilat janë të punuara në vek. Këtu përpara kam një përparse, e cila është punuar nga gratë në rajonin e Prizrenit. Pastaj janë të gjitha pjesë të tjera të kostumeve që i kemi në dyqan, të cilat janë të punuar në vek, duke fillu prej këmishave të pëlhurës, përparseve, mbrapseve, brezave, jeleku i cili është i qëndisur në dorë me punime të ndryshme, duke fillu prej gajtanave, fijeve të arit, të argjendit. Këto në muzeun privat apo koleksionin privat të veshjeve të zimit. Kjo është koleksion i mamit tim, Lajde Kulgjeraj, e cila ka fillu me në pas luftës Kosovës, dhe më thonë dikun vitet 2002-2003, ka fillu me i grumbullu, edhe mas një kohë ka po që ka mbledh një numër konsiderueshme të veshjeve, dhe gradualisht kena fillu me i sistemu. Momentin kur ka fillu nuk ka qenë ajo ideja me bo një koleksion të tillë apo një muze privat të tillë, mirë po ka qenë ajo ideja që me shpëtu këto veshje se shumica kanë qenë në për shtëpit mbyllura, të cilat ato shtëpi kanë qenë me mërgëmtar jashtë Kosovës dhe shtëpit kanë nisë me u dëmtu, veshjet kanë nisë me u dëmtu, asaj ka ardhur pa keq se si po dëmtohen dhe gradualisht ka fillu me i mbledh. Edhe mas një kohë kemi ardhur në këtë sasi që po e shihni edhe tash. Unë kishna thonë kujna ja do të mirën, kush nuk mund me gjetë punë dikon, shumë e mirë kjo punë, për mos me nejtë pa punë me majtë një familje. Endja në veç mbetet një pasuri unike, që mishëron identitetin dhe shpirtin e komuniteteve në trevat shqiptare.